Shkolla Profesionale Teknike Korç ka ndërmarrë një nismë në mbështetje të qendrës rezidenciale të zhvillimit, ku nxënësit do të kryejnë punime konkrete sipas profileve të tyre profesionale me qëllim përmirësimin e kushteve të institucionit. Aktiviteti i zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit mes dy institucioneve dhe ditës ndërkombëtare të personave me aftësi ndryshe, synon të ndërthurë aftësitë teknike me ndjeshmërinë sociale. E kemi titulluar super aktivitetin e krijuar bashkarisht me profesion dhe zemër për njerëzit me aftësi ndryshe, gjatë gjithë muajit me nxënësit e të gjitha drejtimeve, që nga ndërtimi mekanik, shërbime mjetash transporti, TIK, termohidraulik, dhe të gjitha drejtimet që ofron shkolla profesionale, do të jemi në qendrën rezidenciale të zhvillimit për të ofruar shërbimet tona. Duam që nxënësit e shkollës profesionale teknike të jenë jo vetëm të formuar profesionalisht, por ata do të jenë më të mirë nëse fillojmë të punojmë me ta edhe nga ana humane, duke i nxitur edhe në aktivitete të tilla domethënëse. Pjesë e nismës është edhe krijimi i një faqeje web që do të shërbejë për mbledhjen e donacioneve të tjera për qendrën. Do të krijojmë një faqe webi për të ftuar të gjithë qytetarët e Korçës dhe pse jo edhe më gjerë, për dhënë kontributin e tyre në vazhdimsi, jo vetëm për datën 3 dhjetor për këtë qendër rezidenciale ku janë të vendosur një numër relativisht i madh personash me aftësi të kufizuar. Kjo nismë edukon të rinjt me frymën e solidaritetit dhe përgjegjësisë, duke i bërë ata kontribues të drejtë për drejtë në komunitet.